Mirë, tani, e shikoni, ne po bashkëbisedojmë dhe gjithë kohës mund të hipotetizojmë apo supozojmë se kjo mund të ishte e planifikuar ose jo, gjesti mund t'i vuante apo mund t'i vuaj pasoja, gjitha këto bëhen në sajt të vlerësimeve dhe matjeve apo testimeve psikologjike dhe një analizë dhe detajuar racionale dhe analitike sigurisht, por me qenë se na lejohet të parashtrojmë opinionet dhe qëndrimet tona, unë mendoj që gjesti karakterizohet me cilësitë e një inteligjencë emocionale, inteligjencë kjo që gjestin e bën të dalluar në atë spektakël dhe po flas tërësisht i panshëm. Dhe pse e bën të dalluar, sepse ju e patë dhe reagimin, bashkëbisedimin që bëri me Eglin, ajo se çfarë i tha Eglit, pastaj në lidhje me goditjen që kishte marrë dhe se si e vazhdoi pa e ndryshuar humorin e tij, duke dhuruar spektakël të mirëfillt në reality show. Kjo e bën gjestin të menaxhueshëm në këtë spektakël dhe goditja e ushtruar ndaj Jozit, unë mendoj që ka qenë kësisht e panevojshme, por në ato momente sigurisht që Jozi ka grumbulluar shumë ngjarje të cilat në ndërveprim me gjestin e kanë bërë atë të frustruar e të afektuar. Ne e dimë që ai një herë në fillim i kishte kërkuar falje, pastaj sapo erdhi e mbështeste në disa situata dhe ndodhi që për një moment ku kuptoi që po leminoi, nuk e duroi dot, pra humbi kontrollin teksa pa që dera po i hapej nga gjesti dhe i reagoi në mënyrë keqësisht impulsive duke ushtruar dhunë ndaj gjestit dhe kjo sigurisht që ndoshta 1000 herë mund ta bëj Jozin të penduar, por pamjet janë, veprimi ka ndodhur, nuk mund të zhbëhet apo të rikthehemi pas që ta rikonstruktojmë, përveç se mund ta inkurajojmë produksionin, mund të inkurajojmë njerëzit, shoqërinë që në këto raste shikoni modelin shembullt të gjestit që arrit ta ruajë të qetësinë, sepse gjesti do kishte mundësinë të reagonte ashpër në kundër veprim me Jozin, por e ruajti qetësinë, vazhdoi tutje, e qetësoi familjen e tij duke ju bërë thirrje që le të qetësohen sepse unë vazhdoj të jem mirë, do ta ruaj qetësinë, tani bëri një kërkesë tek produksioni që të realizonte një ceremoni interesante martësore në reality show dhe të vazhdonte tutje dhe ju e shihni. Pra, ai po e ndjen fitor dhe kam bindjen që fitoria e tij është afër, nuk supozoj vetëm se mund ta kem admiruar ose ndjekur lojën e gjestit ose mund të jemi anshëm në relacion me të, por unë shoh që gjesti ka bërë shumë gjëra interesante në këtë spektakël. Disa thonë, po pse nuk ka treguar mençuri, ka ikur debatën, s'ka folur gjëra logjike, është shmangur sa ndesa këndej, është njeri, është një çun që bën thjesht punë një zhurmuesi, po jo pra. Po pra, ka një gjë këtu, e kupton? Ai arriti të zhveshte njerëzit aty banorët nga ai qëndrim i ngurt apo nga sjelljet të herpashershme që ishin të dyshimta të banorëve që shfaqeshin si të maturuar, me plot etik, gjesti i bëri ata të ndiheshin ndryshe, kur them ndryshe, për nga syri i publikut, nga perceptimi i publikut, publiku e kuptoi se ata të cilët u eliminuan nga gjesti, nga ajo thënia e tij e famshme kulaçi i gjestit, u zhveshën nga petku i personalitetit të tyre dhe lehtësisht publiku i kuptoi, i vlerësoi. Dhe publiku e gjithë kohës vlerëson.
Prandaj në këto situata unë inkurajoj njerëzit, publikun, ata të ndjekin reality show, jo vetëm të shijojnë pamjet, por të reflektojnë ato sjellje që shohin, ato modele sjelljesh, veprimesh e kundër veprimesh, që mund të jenë edhe komplekse, por sigurisht që në të njëjtën kohë le t'i qasen edhe misioneve që profesionistët i trajtojnë këto tema të rëndësishme mbi spektaklet, mbi reality show, sepse kjo do të kontribonte në një mirë informim të konkretizuar të këtyre spektakleve, se sigurisht që mesazhi im do të ishte të ruajmë qetësinë dhe vazhdimisht të jemi gjaktoft në këto relacione, sepse emocionet e forta që kanë të bëjnë vetëm thjesht me argëtimin, me teatrin dhe spektaklin, sigurisht që mund të rrezikojnë. E them hapur këtë që të mos ndjejmë fare as dhimbjen e as përgjithësinë. Dhe kur vjen në një situatë kur ne nuk ndjejmë as dhimbjen as përgjithësinë, atëherë çfarë ndodh me ne si spektator? Humbasim thellësisht në potencialet tona të emocioneve që kemi për jetën, për njerëzit, ngrohtësinë, afirmitetin dhe shumë gjëra të dobishme shoqërore, të gjitha që kanë një emër të vetëm, pra kuptimin ekzistencial të jetës njerëzore. Dhe unë kam edhe një mesazh tjetër për të inkurajuar publikun dhe gjithë ata që na ndjekin, ne duhet me patjetër të edukohemi fuqishëm në nivelin emocional, dhe sigurisht që edukimi emocional është shumë më i rëndësishëm se shikueshmëria. Dhe kur shohim që njerëzit vetëm e dënojnë këtë akt në kuptimin moral e etik, e mbështesin në anën tjetër gestin emocionalisht e psikologjikisht, ne duhet të analizojmë shumë më thellë se kaq, sepse ndodhin këto situata, sepse këto na ndihmojnë që në situata tjera pasuese të jemi më të strukturuar dhe më të maturuar e të mirë menaxhueshëm në raport me të tjerët, dhe reality show na shërbejnë mjaftueshëm për të përvetësuar një uri dhe shkallësi se si duhet të ndërveprojmë me të tjerë, dhe kjo gërshëtohet në shumë dimensione në prizmin e psikologjisë sociale. Si vepron truri i Jozit, po themi, i cili mbështetet më shumë në aspektin fizik dhe në ushtrimin e agresivitetit përballë gjestit nga ana tjetër që ka një natyrë dhe një karakter tjetër? Ne si qenë njerëzore kemi cilësi, qëndrime tipare të cilat na dallojnë nga njëri tjetri. Mund kemi ngjashmëri, por formsomi dhe edukomi në rrethana dhe ambiente apo mjedise keqësisht tjera, dhe varësisht nga mënyra se si jemi formsuar dhe në çfarë periudhash apo përvojash kemi kaluar nga ato fazat më të rëndësishme të jetës, siç është fëmijëria, por edhe faza e dheur e adoleshencës, e dheur në kuptimin psikologjik, na bën ne që situatat i perceptojmë sipas asaj se si jemi formsuar, jo vetëm nga parimi gjenetik, por edhe parimi epigjenetik, sociokulturor, emocional e psikologjik. Dhe referuar pyetjes tuaj, Jozi, kam bindjen se mund të reflektoj, megjithëse e ruaj qëndimin tim, dhuna nuk justifikohet. Kërkimfaljet, pendesat, vetë reflektimi janë cilësi të një karakteri apo një personaliteti që do të pësojë ndryshime dhe shpreh gatishmëri të rikonstruktoj me gjatë sjelljet e tija, por unë dua ta shoh gestin
ashtu siç është, në një tempo, në një ritëm, me një humor të qëndrueshëm drejt asaj fitoreje që me merit i takon Gjestit. E tani po e ruaj pozicionin e një personi që ndoshta po e promovoj Gjestin duke u treguar i njanshëm, por a flasim apo? Shikoni, po flasim apo? Doni ta besoni ose jo, e ka merituar dhe e meriton fitoren. Por çfarë vendos publiku, si do të rrjedhin gjërat, gjithçka varet nga situatat pasuese dhe çfarë do ndodh deri në fund.